njëkohësisht kur bëhen seancat e saj, sepse duhet diku 10 deri 20 seanca me sa kuptova. 20 seanca është minimumi ku duhet të bëhet, por më tepër mund t'i bëjmë edhe 30. Dhe pas këtyre 30 seanca apo 20 seancave preferohet që çdo muaj për të mbajtur kontinuitetet e kësaj stabilitetit të gjendjes që arrim përmes kësaj, me bos paku 1 herë apo 2 herë në muaj kur dëshirojmë ne vetë gjatë kohës së lirë. Me një fjalë është fizioterapi e trunit, doktor Burim. Është pikërisht një fizioterapi e trunit, është pikërisht një fitness i neuroneve, një fitness i neuroneve ku ato neuronet të cilat janë pak të lodhura nga medikamentet, nga depresioni, nga substancat, nga gjithçka tjetër, formsohen, rimodulohen dhe ky sistemi funksionimi elektrik pastaj i këtyre neuroneve bëhet në formën e duhur, e cila ndikon më pastaj